Meningjiti në Universitetin e Kentit rreziqet dhe politikat e reja të vaksinimit. Shpërthimi i meningjitit në Universitetin e Kentit. Kohët e fundit, një shpërthim tragjik i meningjitit goditi Universitetin e Kentit duke rezultuar në vdekjen e 2 të rinjve dhe shtrim në spital të 20 personave. Kjo ngjarje nxori në pa një çështje thelbësore në lidhje me vaksinimin kundër meningjitit, veçanërisht për studentët e universitetit. Shumë prej këtyre studentëve i përkasin një brezi që nuk ka pasur qasje në vaksinimin rutin kundër llojit më të zakonshëm të meningjitit B. Është thelbësore theksohet se megjithëse ekziston një vaksinë efektive njohur si Bexsero, Mbretëria e Bashkuar ishte vendi i parë në botë që integroi atë në programin e saj kombëtar të imunizimit vetëm në shtator 2015 dhe atëherë vetëm për foshnjat. Si pasojë, studentët e lindur para korrik 2015 nuk ishin në gjendje të përfitonin nga kjo mbrojtje, duke lënë një brez të tërë studentësh universitar të prekshëm ndaj kësaj sëmundje potencialisht fatale. Politika e vaksinimit dhe implikimet e saj. Vendimi për të kufizuar programin e vaksinimit vetëm tek foshnjat pasqyron një kompleksitet natyrshëm në politikën e vaksinimit. Komiteti i Përbashkët për Vaksinimin dhe Imunizimin ka përcaktuar se megjithëse përfitimet e vaksinës janë të qarta, ato nuk e tejkalojnë pragun ekonomik të nevojshëm për të justifikuar koston. Është e rëndësishme të theksohet se shumë vaksina ofrojnë përfitime që shtrien për te individit të vaksinuar. Duke imunizuar një numër të mjaftueshëm njerëzish, sëmundja mund përhapet duke mbrojtur edhe ata që nuk janë vaksinuar. Megjithatë, Bexsero nuk e zvoglon sasinë e baktereve të pranishme në fytyn e njerëzve dhe as nuk parandalon transmetimin e tyre. Prandaj vaksinimi i një të porsalinduri parandalon sëmundjen tek ai fëmijë, por nuk ndalon përhapjen e baktereve në komunitet. Ky vlerësim e çoi Komitetin e Përbashkët për Vaksinimin dhe Imunizimin, JCVI, në përfundimin se përfitimet e vaksinës nuk justifikojnë zgjerimin e programit të vaksinimit. Rreziqet e lidhura me jetën universitare, rreziku i meningjitit tek studentët e universitetit nuk mund të neglizhohet. Bakteret meningokoksike përhapen lehtësisht përmes kontaktit të ngushtë, siç janë puthjet, ndarja e pijeve dhe kolla në hapësira të mbushura plot me njerëz. Universitetet me konviktet dhe javët e tyre mikpritëse janë mjedise ideale për transmetimin e këtyre infeksioneve.